E tani të dashur shikues, jemi rikthyer në studio dhe bashkë kam kënaqësinë që këtu bashkë me mua është edhe Time dhe Kujtim Aliu, këngëtar, dhe do të flasim pak më shumë në lidhje me relacionin e veçantë që kanë, po ashtu ata i bashkon edhe pasioni i njëjtë për muzikë. Mirë se keni ardhur, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Po e nisim pak kështu, une e kam paralajmëruar që nga mëngjesi që sot është dita botërore e lidhjes vëlla-motër, edhe e dim ashtu që e keni një lidhje të veçantë mes njëri tjetrit, edhe unë thash në mëngjes vëlla e motër në shtëpi e kolegë në punë. Po e nisim me ty Time se qysh e ke nisë ditën, na trego pak sot. Mirë, shqyqër, mëngjes, si çdo mëngjes tjetër, mu po gati për krejt sanët që na presin dit, edhe sot, do me thonë, me vllon direkt. Me vllon kështu e keni do thotë që nga fëmiria, keni qenë bashkë dhe më pas edhe ju ki bashkë ngjitë në karrierë. Kujtim, a na tregon pak më shumë në lidhje me atë se qysh ka nisë krejt karriera jote, edhe më pas me u ndërlidh edhe me këtë pjesën që të është bashkë ngjitë edhe Time. Po, unë muzikën e kam fillu vetë solo, thuj se para 15 vite kështu dihon, vitin 2010. Dhe na muzikën e kena tradit familjare, dhe me thonë së është veç hajtë që jaku njësë me kënu, janë marë babi, mami, ka ona gjallarve, dajt, gjithë ka na rrethon muzika neve. Prej dy familje. Prej dy familje, kështu që e kam edhe pasion muzikën, tek para 5 vite, qështu? Jem bo, që edhe Timen e kom, se e kom po talentin e Timës shumë më ti, që e ka talent për muzikën, për këndimin. Në ko ka shkru tekste, muzikën për mu i ka bo, dhe me thonë me bëjke veç kongët. Ta që i këna nërru pak rolet të në fi. Unë po me me këtë pjesën e Timës, kjo me ma shumë solo kongë ta shumë të i bo Timës. Shtu që, dhe me thonë, para 5 vite, vendosa dhe Timen me bashkan gjitë bashkë dhe në konë diçka shumë special që e kam prit edhe publiku. Si dyshën e kam pritë shumë ma mirë se sa kur jem konën e vetë qatë periudën. Dhe më thonë, i këna bota ne edhe stilin e këna ndryshu pak të këndimit, se Timja e ka një stil ma modern. Unë jem konë tamam pop folk, këm kënu gjithmonë. Edhe i na bo një duo perfekt. Dhe na kam pritë shumë mirë publiku, vazhdojnë në stop me na përkra, edhe se kem njetë na monal tash. Këna gjetë pikën që thojnë. Në fakt, e kemi pasi edhe publiku i mirëpret pak ma mirë edhe kështu si që jeni jo në këtë rast, në momentin kur ka një relacion vëlla-motër që edhe këndojnë bashkë. Po, është vërtet. Time, qysh ka qenë për ty në momentin kur vëlla po shihet që ka qenë një shtysë madhe që të inkuadrohesh në këtë industri? Faktikisht për mu, unë e kom pas fatin se jo gjithëherë e kia atë fatin me pas një rrugë të shtrume, e mi pas. Unë me kur gjo nuk jom marë, për pos që ose kom shkru, ose diçka, po normal gjithmonë në fillim është dasht me... Jo është dasht, po gjithë shka e diskutojna bashkë. Po saj përket pjesëve tjera, mu nuk më ka ra mu marë me kur gjo. Edhe për mu konë shumë e letë me startu, me fillu, kur e kom ditë që krejt që kom pas me bosht me knu. Kur gjë tjetër, e kom pas kra, do me thonë gjithmonë, po edhe në muziku konë e kom pas derën hapë edhe shumë sanet shtrume që nështë dikush e ka pas shumë ma fështirë në fillim, shkaku që ka qenë vetë, e sidomos kër e Dikush one? Po, një dhe. Dikush. Dikush Po zveje. Pa dyshim që është edhe shumë tjerë, po. është ma e letë kër e ki dikon që të frikë. Shumë ma e letë kër e ki dikon Shumë ma e letë, se thash mu nuk më ka ra mu marë me kur gjone, krejt sanet e kom pas gjithë shka ka dali pari është marë me gjithë shka tjetër, unë e kom shku, kom knu, ose jom dali, kom gjiru. Shumë letë. Time, për ty i dim që edhe shkru në kongë, do të thotë edhe tekst shkruse. A ke mendu në njëherë që keme u bashku, do të thotë po besoj që te gjatë kohës kur ke qenë të uri, gjatë fëmirisë, se ke po vllon që është inkuadru veç se tash në industrinë e muzikës, a ke mendu në herë që keme u bashku kësaj industrie, a ke hezitu sa do pak në momentin kur vlla të kaftu me ju bashku? Po, tu rrit, normal që si fëmije, deri sa më rinë një mosh madhore, andrat gjdo dit ndrojnë. Gjdo dit e shevetën dikun tjetër. Muzika u kom pjesë e jetës non-stop. Do me thonë,
gjithmonë e kom paramendu, po kur nuk e kom pas atë idenë që unë e vetë kom e hinë muzikë. Kujta prej fillimit, do me thonë më ka rritë non-stop me muzikë, nuk po flasim për pop folk, që thëtë kjo është stil ma modern, foje është i këtina se më ka shtimi ngu krejt rap artistat ma të mdhaj botëror, edhe ma bëj këta një dush mu adaptu në këtë muzikë. Për qatë arsye, nështë ta që diri sa jo më rritë, e kom kuptu edhe muzikën ndryshe, atëherë kur veç e kemi folë, nuk është që kom pas naj hezitim diqka, thjesht normal që është dash me u përgadit edhe me ngu ma shumë, me i mësu kongët, se nuk i kom dit, kongët në përgjithsi, kështu që janë si për dasma, si për krejt. Po me shkru, këta e kena të dëtë, nuk e kom veçone, edhe pse unë në fillim kom fillu ashtu mas shumëti, tash pak e kom lonë ana shkaku që jam të përgadit veç për kongë për veti momentalisht, e kujta është i gjithan shumë që stash. Kujta është top universal për krejt. Kujtim të kenisë pak ma me sfida, se sa tim janë këtë rast që të ka pas ty duke i parapri qyshë. Shumë, momentet kërë kom fillu, nuk kom te për shtirë, mas pori me depërtu. Fillimisht mi njoft, për shemull studiot ku kemi ingjizu se kjo industria muzikës është ka gjë e pështjellë, që adin ta boj njerës të rafshe, është puna që se cilët qyrëve si pare, abedin. Se tash edhe ka një me shumë këngëtarë, edhe se cilët tash qyra të përfitimet e vetë, tani ti nuk e dish as ku pëhen, as qa po bën, as. Po konë shumë shtirë për mu me depërtu, që për timen tash është këtë okej, që shta kjo veç ka me hi me knu, se krejt atë farë punet ashe di që shkën, e kom mësu që shkojnë senet në muzikë, edhe ka shumë ma letë, se unë e përshamull kjo, këtë janë rej që i hasë senet. Se mu më ka ra, do me thonë, me kongë të parë, me... Atëherë unë veç e kom fitu një përvojt mira, bedin edhe kjo veç ka hi direkt. Ka ra me të parë. Unë e kom posë shumë shtirë në fillim, përshamull për gjithë shka, si ka unë studiov, si ka unë përshamull me depërtu një televizion, diqka kom shumë ma shtirë, dosh me gjithë shumë lidhe për me arrit dikon ku këm dosh të ne. Për shamull ato s'mi ka kry kur kësh u dosh vetë, të e njov dikën, të... Për timin është normal, gjithë shka me letë, shëqër që më ka mu. Po, pikreshtë... I ka unë si për veti, si për motrë, dhe me thonë mununa, që tash për shamull kom fillu shumë kongë me botime solo vetë kjo mi kënu, edhe janë të e prit perfekt publiku, se për një me ka një vokal shumë mire dhe që kjo stili që e kënujnë ana, me vokal timës, del diçka jashtëzakonisht fort. E shoh që pëlqejnë shumë edhe prej publikut, qoftë edhe për lidhjen që e keni, lidhjen e veçantë, qoftë edhe për vokalin, për këngët që i publikoni, apo më tregon pak se, po besoj që është diçka shumë e mirë që ti ke qenë paraprakesh në këtë industrie dhe mbas edhe timi e ka pas dikon për çdo pyetje, për çdo paqartësi, për çdo dilemë që ka mujt me pas, e ka pas dikon me këshillu. Po tregon pak se so ka qenë e vështirë për ty, qoftë gjatë fillimit të karrierës, po qoftë edhe me marr motrën edhe me i thon hajde po punojmë bashkë, po bashkëpunojmë bashkë, qysh të ka bo me undi që ke mujtë me indimu? Ja, mundi perfekt mundi dhe me thonë, se gjithmonë e kom posë si në plan, me afru nga të muzikës, që ka posë kjo do, shta dondra dveta, pa lidhje. Dondra pa lidhje. Pa lidhje lej, hajde që të kështë suksesi, buka. Ja, këtu e po talentin e saj në këtë lëmit muzikës, pse mës me afru nga të vetit, a bedin. E vërtet. Edhe, do me thonë, nuk e kom prit edhe në qashtu që kanë me naprit njerës. Kom thonë, a bedin kanë me thonë që këta 2 motre vlo, pas kanë qitë kongën e kënej, a bedin, po ju, qatë mos, do me thonë, kongën e parë që këna lansuve që dhe një herin, faktikisht e pa ta thonë me shkru timës me bo tekstin e ka bo kjo. So isha, ose e bëj unë e me nejkën, ose e bëj vetë, edhe kur hini me kënu demo në studio, adin qaq miri i flejt i konga kësoj, edhe që të vendosëm, thash, hajde se pina kësoj konge, edhe ta besëm kur e kena postu kongën që e kena qitë, krejtëm shumë ku kontimja ma heret mërë, pëse se ke angazhu ma heret, Këtë më thonë për taftaf, ka thonë tani unë isha krenar për atë farë pune. Nuk e di as vetë. Edhe pe aty ta e këna fillu për një me marrë farë pune, ta më në seriosishtu si duo. Edhe është të hecë
super. Shpresojna që kam na përkrah kështu njerëz, hala në vazhdim. E përçoni në fakt edhe një energji shumë pozitive dhe sot në studion tonë keni sjellë atë energji pozitive dhe na e keni zbukuru studion edhe mëngjesin. Timet e the që kanë qenë emocione të përzime gjatë kohës kur po fliste kujtimi. A na shpjegon pse kanë qenë? A din qysh të hen e kënon e përfundon krejt projektin edhe i pret momentet kur ta bëm për shembull kujta. Bravo. Po, ajo bravo gjithë. Mund të prit aprovimin. Ka medalj për shembull në shët orë caktume. Normal, jo emocionet përzime, po nuk e din as shka me nise, është e para, shkojnë krejt sanët në përkryt, që shka mu prit, a ka mu prit, edhe unë si kom tregu kërkujna heq, as shoqni stofërt, as heq kërkush nuk e ka dit. U konë dhe me thonë se ashtu surpriz për krejt, edhe mënyra qysh është prit, njëherë u koni edhe veç nuk ma ka marrë mendja që ka me bo qaq. Të pri që apo thujnë, tash se ko pak do komplekse, mos po komentën një kush, mos më të thëtë një kush. Po, ajo e fillimi tash për mu. Po, e që ka thonë nësë merë me këtë punë, se ko gjithmonë është dikush që rrën të astjerë, ndeshk në mirë, të ndeshk keq, aj, është për keq njeri, pagut për qatë punë. Të kresh komentet janë të... Ka qenë fillimi, se tash për shambull mu nuk më bëm për shtypje, se kalitës që thojnë me ko, është gjithmonë njeri bën për ata që për dasha merë të vetë, që po thot kujta gjithë ka me qenë si mirë si keq, kur nuk më në shmira ata ma në kërkujt, po fillimi, normal u konë njeri pa mësum në atë aspekt, qka po thuët, qysh po thuët. Edhe jo gjithë kuna më në shmi pëlqyët, se cile ka shien e vetë, edhe na nuk mënu me mja u imponu njerëzë, do shpa tjetër me na pëlqyti njëve. Komës që pëlqen dikona, edhe shumë gjithmoni pranujna kritikat se ketë ga bujnë. Gjithëherë, mënu matë miren me botë mëndshme. Po edhe i kryon atë audiencën tonë, atë rethin tonë, ata njerës të tu që e din që gjithë qysh kanë me dosh që ka bjente, edhe që ajo të bënë muni mas mire. Edhe pa dyshem që edhe presin çdo herë, qoftë lancimet të reja, qoftë presin diçka me sil. Non-stop pysin, po e vërtet që komentet. Ma shumë vullnet, thu hajde ma shpejt, do këtë që jetu ja u vënu. Jo, në përgjithsi këna komentet shumë pozitive, që ajo nga ka bo dhe me ec, nga mos munol, dhe më thonë që so projekte i në ty bo bashkë, po gjithë mund ko dhe asin që... Po, sa mirë që bashkëpunoni edhe qoftë në sfida gjatë karierës, qoftë në të mirë në të keq jeni bashkë çdo herë. Po ashtu jeni bashkë në shtëpi, keni qenë që nga fëmiria, po du më ju pyet pak edhe në lidhje me fëmirin, qysh keni qenë jo gjatë fëmirisë. Po e nisim me kujtimin, edhe më pas, po e pesë edhe time. Qështu të njëjtë, na gjithë dhe më thonë lidhen e këna posë gjithmoni, na thonë njëni për tjetërin, gjithmon të lidhën bashkë, është edhe si fëmi, timja thonë pak që si fëmije, pesë, që s'na kalon atë mu e vlodë. Timja nëse nuk a bëj është motra e vetëme? Po, motra e vetëme. Mja dhe ma e vogla, ta shumë e bu që ju kom rahise. Do është gjithmonë mas vetit, po gjithmonë e këna posat lidhen, dhe më thonë, edhe në qatë si në shkollë që akon viju, kjo mas meje gjithmonë e konë, dhe më thonë, që në qatë të lanë që e më thonë i sukses, që më thonë edhe kjo. Në shkollë të mesme ku kom vazhdu, në ka vazhdu edhe kjo. Në thonë gjithmonë ka përcjell në ta hopat, edhe zbesoj që i ka ra keq kur gjë. Edhe shpresoj që me më ndjek gjithmonë. Po edhe në shumë marrë, dhe me thonë këshilla, gjithë shka. Na funksionojmë qështu, gjithë shka që bojna, mas por e vejsëm një tjetërin. Në vdinë qap ta mërmenja për që të sen, kjo mu në këto, pavarësisht s'ka lidhe ku shumë maj modhi, maj vogli, a mu pa konsultu na dy, në qatë do qovë, si në muzikë, si në gjithë shka njetë, pa konsultu me zveti së ndodhë, dhe më thonë. Gjithmonë e kemi e vesim një tjetërin për gjdo sen. Pikërisht kjo është mbas edhe personi që na duhet gjatë rrugtimit në karrierë, jo vetëm në industrinë e muzikës, por çdo herë gjatë çfarë do karriere që zgjedhim. Time për ty qysh ka qenë kujtimi si vëllai i madh? Po, ky veç e thanë ato që unë gjithë ju kom shku për mas. Na e kemi edhe një vëlla tjetër, ma i madh. Ta është ma i madhi. Ma i madhi prej. Po, shumë herët ka shku me jetu një vend tjetër, edhe neve na ka ra pak ashtu si me nejt ma shumë bashk, me kalu ko ma shumë bashk, edhe one kujtën e kom pas gjithmonë si model. Kjo e tha, në shkollat ku ka shku, one kom shku. Në lëndë që kjo konë shumë ma i mirë,
nashta u konë edhe si fokusi, e kom lakmu, e kom dasht që ato i kom dhonë zërë gjithqysh mu bo si kujta edhe normal që për mu është knaqësi si motor e vogël me pas një model jo veç pëse është vlau, po unë e kom pas shumë... Dhe me mështi me kojt në nëngjes. Ka shumë tipare të mira, do me thonë vlera krejt, nuk më i me përshkru me fjallë që a me nëj mos ka, i kajna më vonë. Sa mirë që keni këtë relacion me të vërtet, unë gëzohem shumë kur isha që vëlla motër, sidomos kur gëzojnë raporte shumë të mira me njëri tjetrin, e sidomos në rastet kur bashkëpunojnë. Po edhe duhet, duhet. Pa dyshim që po. Se është ndjenje mirë, dhe më thonë, me pas gjithmonë dikon krah, edhe me ditë që gjithmonë është dikosh atë për ty. Do me thonë, në asnjë moment nuk njihësh vetë. Për gjithë shka, e din që e kini derë, e kini zgjidhje, edhe jeta bëhet shumë më e lehtë. Po du me ju pyet pak edhe për familjen, për prindrit e juj, kur ju shohin bashkë, kur ju shohin bashkë të këndu, kur ju shohin bashkë të bashkëpunu, kështu që cilat janë mesazhet të tyne, cilat janë, po besoj që gëzohen shumë, po më na tregu pak ma detajisht cilat kanë qenë disa prej mesazheve që ju kanë dhënë. Edhe na përkrojnë shumë, edhe fillim na kanë përkrojnë, dhe me thonë, shumë, po edhe në kritikus të mlaj, dhe me thonë, se marrin vesh shumë muzikë, se dytë jenë kanë muzikonta. Edhe na kritikujnë, duke qatë do që e ka, dhe me thonë, ata me nërshtu së lojnë më... Partën që na kritikujnë, po edhe përkrojnë e këna posë vazhdimisht për tyne. Së dhe mos nona e gëzot shumë kërë bojnë, që e na rënë shumë gati neve që hajde jeni vënu s'kini qitë që so kongë, dhe me thonë non-stop, kur i bëj demot që i këshyrëm që ta thët ndonë për veti që ta për time, na e na kalëzën krejt që me bo, që që ajo na rënë gati shumë, na përkro shumë, edhe na kritikon shumë, që atë që të kena, edhe ka njerë kur hahum na me zveti, se që të kur kena, ne gjerim diska timja pak ma me komplekse, e tani ajo me njerë intervenën, se edhe është dy prind punojnë polici, është police, kështu që... Duhet gjithë që i shmingu. Dërhyjnë tali forcat e sigurisë. Forcat e sigurisë. Përve ftovë gjakrat edhe mirë. Na përkrajnë e këna posë gjithmonë për i prindë dhe jena shumë të lumëtur, dhe më thonë që i kena ta krajnë, na përkrajnë. Jena shumë të knasht. Edhe shumë e nevojshme, edhe kur e ki përkrojnë prej familjes, sidomos prej prindërve, po besoj që ju ndihmon shumë, ju kanë ndihmuar shumë. Është edhe që ajo përparësia që thash që edhe të kritikujnë shumë, edhe nuk ta se zakonisht prindërit nuk ta bojnë qefin. Janë prirër për mja bo qefin fëmijëve, po kur është që diçka zbën, nuk janë mirë, nuk të... Pa hezitu, pa jo ardhë kes, dhe me thonë, tojnë që kjo zbën, që kjo qështu, ose ka ndodhë që këna kënu në erë, pe i kritika fëtyjnë o doshme shumë e kënu edhe në erë. Ma mirë, po kjo është shumë sa një mirë që... Po, kur ju të regojnë drejtë si që potencove. A po nga të regoni pak edhe për planet që i keni tash, këtë vetë lansimet e kongëve të reja, qysh ka me shku këtë vetë, qysh ka me qenë për juve, tash edhe po vjen vera? Normal, planet gjithmonë egzistojnë, kismet prej Zotit, tash kanë me u realizu, do janë në realizim e si, për po kena shumë kongë, edhe janë shumë kongë të mira, jo pëse janë tona, po për një me janë shumë kongë të mira, pjesën më të madhe kujta i ka bo, mos të thëmë, une nuk jo marë shumë, thash unë jam fokusu në diçka tjetër momentalisht, kujta është marë me tekstet, është marë me muzikën, kësaj radhe e ka kapë dorë, kështu, une jam pushem. Unë e vesh tjetër kom fokusin, do me thonë, ka bo super kongë, që unë jam shumë e knaqën, edhe me nëzis po pres, do me thonë, me i... Na dhe pak para se mi lansu kongë, kur t'i bëj demot, për shemëll, i lëshaj edhe në për shokëne, për publik, kështë abdim pak me shy reagimin e tyne, edhe vrejnë me njerë që so po pëlqeje që e kongë. Në kone fundi që ta shkom bo shumë edhe për artista tjerë kongë, po qëtu më të mirë. E kjo mbajt për vjetë. Kjo është për neve. Tani duhet me vequ, timja e ka, dhe me thonë, i ka një 2 super kongë vetë që kam i bo, që i kom bo ato, dhe me thonë, kështu me gjithë shpirt që thujnë avden. Janë shumë kongë që mytë në të ngu në stëp. Edhe i kena dhe bashkë. Dhe me thonë, i kena shtash, se pak kena pauzu një ku, i kena një grumbull kongë që kena milshu një mas një.
Janë kongë mira qëtu stilit tonë, stil modern, tamam të aktualitetit që po pëlqenë, s'tashtë. Do të thotë po pritet shumë prej këtij viti. Po, kismet. Edhe dishta me ndalë pak me pyet edhe për pjesën e shkrimit të teksteve. Po besoj që është pak, duhet me qenë pak kreativ për me shkru tekste, qoftë për vete, qoftë për të tjerët. Shumë timja për me shkru, dhe me thonë, unë e shkruj, kom bo kongë nashti ma shumë këngëtarëve se so timja, po largë më në me shkrimet saja, përdin. Kur vjen puna për të shkrimet, se me të vërtejt shumë, qka do që ti thush? E ma mo shumë shtu hin fell, e bënd serialat farë konge. E unë e tani i korrigjej, thëm, jo, do të pak ma komercial, se tash muzika o komercializua dhe gjithë shka shkujnë pak ma me shtu fjallë të trendit, përdeqme. Unë e hi pak që është ma rafë që shuj kongë, ma tema aktuale. Se unë jo ma e thella shto, e që po thotë ka njere kur hi, zdi tani as ka dalë, jo mësime na i farë labirintit, u mënu me gjithë. Jo, serial, kongë, shumë shkurt, a mo shkru në te për bukur timja, për e ka, shkrimin e ka dhe pasion, kjo ta mënë shumë shtu, unë e bëj, që me thonë, ta mënë për punë, shkruj mirë, po... Unë e kam edhe jashta muzikës, do me thonë, nuk është gjithë shyshvesh tekstet kongëve, është pjesë e jamja prej fmi, prej e vogël, prej kur kom shkru e kom ledzu. Pikrishtu dishta më ndalë se muzikën thatë që e keni pak edhe trashëgimi, duke qenë se këndojnë edhe prindrit, po shkrimin e teksteve po besoj që timja ka pak ma për qefi kështu. Po këshurë, natash familjaresht krejt ka pak dikon. Krejt në këtë gjithë qka kena marrë diçka, po normal që me kohë e përforcon. Unë e kom qef shumë me lexu, është një pjesë shumë e rëndësishme e jetës tem, edhe këta prej shumë e vogël. O jo, e du shumë, është një terapi prej fëmije, kom pas më interesën, jam shumë kurioze dhe normal që është një plus shumë i madhë në shkrimet e mija, se të ndihman të pasuran, po du me thonë, edhe është pjesë e ditës jashta kongëve, jashta në kërë me konë të vëzit, ose të shku dikon, ose rrugës, të ecë, vjenë. Do me thonë që shto është trunë jam. Tu po, diçka unë e menti kom tjetër konë, se vishë një fjallë. Tema do me thonë që shkru në të, ta mëni me bënë që me pati që atë kongë, abdin ka të këneq me ndje. E qëto ka do me thonë... Po faktikisht unë e shë para se me shkru, kështu që ajo është... Veç mundosh me përshkru. Edhe kjo po besoj që është shumë e nevojshme sot, tash në industrinë e muzikës, duke qenë se kongë që përmandet edhe jo ka nisë me u komercializu edhe nuk është që po kanë kuptim shumë. Po, shumica, tash munimi ndëgju edhe kongë, të abedin, jena pak popull që kopjojnë, abedin, se shumë dikuna i dhezin, diska me njerë kanë më bo një 100 kongë që asene. Gjithë që shdo të krej. Që që tekstet e timës veqohen, kush do që i nin, ka me një që nuk është për një kompozitori që i shkru në kejtë kongët. Dijet që është pak ma e veçantë. Jo, që timja mo të rema, mo ja kanë thonë këto edhe plët tjerë, kanë të autorë që shkru në kongë. Ani kongë të reja. Ja pëlqejnë, abedin, qaj shumë një shumë. Unë e kam pak ma ndryshe, më mjafton me po dikun një thonje, diçka të në qatë thonje e bëj referat. Di me nëzirë me kombinu, unë jam pak ma i trendit, abedin. Timja shkru në kjo ullet ja e bën, që me thonë punën halal, ja hec. Me dhe me thonë është shumë për tekste, kësoj kur du diçka abedin të amë, kështu me bo për qef me zemër, që thëmë merë me qëton një ovë dhe t'i kiko, të edhin që ka bën. Ta imi që një 50 verzione kjo. Po, se tash, kur fillon nuk mund është munale dhe tash dohet mi boz disa këqërë zgjadhe. E rëndësishme është që e gëzoni një raport ka qëtë mirë dhe rëndësishme është që po e vazhdojni karjerën kështu bashkë. Unë po juraj shumë suksese, për fund kisha dashtë prej timës me dëgju një mesazh. Ne e dim se pak motër vlla kanë herë kanë edhe konflikte mes veti, kanë debatet vogla kështu, e një mesazh prej teje. Gjdo raport njët është i rëndësishëm, mendoj ajo s'do në diskutim. Mu më ka beku zoti, unë jo me bekume, me familjen, vlaznin, raportin që e kena, që që përmenda ma herët është edhe vllai i madh.
i uroj krejt, po fillimisht duhet se cili me ditë. Nuk ka raport. Nëse uro vitin e ri. Jo, uro vitin e ri. Jo, nuk ka raport, thash, se cili raport është i rëndësishëm, po vlen shumë njët me ditë që e ki dikon, e ki një kra, në të mirë, në të keq, edhe kur përlahesh, se këto janë cikrima që tjetës, që i vyjnë diqysh, se të bojnë me uafru halja ma shumë, nuk ka gjithë veç mirë. Ta plas ka dhe. Normal, si do mos unë e këti. Si motër, ama për një me mbani raportet sa ma shumë, jeta sa është e shkurt, është edhe e gjatë. Tash njerës duhet me ditë me bo dalimin. Sa gjatë po dënë me konë keq, sa shkurt po dënë me konë mirë në qëtë aspekte, thash. Kështu që i uroj krejtve me qenë, mas pari bi thëmë vetës mashallah, me pas raportet qysh i kam one me vlonta, me vlaznine me. Unë ju falenderoj shumë, me të vërtet, unë nuk naqa shumë gjatë bisedës me juve, falenderit për energjinë dhe falenderit shumë për Shumë falenderit dhe për juve për ftesë. Shumë falenderit, ishte kënaqësi. Të dashur shikues, nga kjo bisede këndshme në studio, po dëgjojmë edhe një këngë të Time dhe Kujtema Liut, të cilët sapo i pata dhe realizoha biseden me ta dhe ne rikthehemi përsëri në studio.